t'i prek mbrëmjen e djeshme, ju keni pasur një përplasje fizike. Çfarë ndodhi dhe me kë u konfliktuat? Po, mbrëmë ishim në studion tek Blendi Veziu në opinion për ballafaqësimin e dokumentacionit midis dy palëve që pretendojnë për një pron, ku pasi përfundoi emisioni tek Veziu, dolëm për jashta ne që ishim për nga Shkodra, ne që përfaqësojmë banorët e fshatit Pakshërill, dhe brenda ka qëndruar Fatmir Shpellzaj. Pasi kemi shkuar për të hyrë tek makinat, një person i cili nuk e njoha, një djalë i ri, tentoi të më godiste me sopë për të më dhënë një kuptim që unë të bisedoja me të në kuptimin asaj që të më heste vëmendjen për të komunikuar, ku aty filloi dhe me ofendoi duke më thënë se nuk guxon të më shash babain tim në televizor. Dhe unë e pyeta kush është ky personi që po paraqitesh para me, sepse unë nuk njoh. Ai më tha jam djali i Fatmir Shpellz, dhe pastaj unë i kam thënë po ik më djalë që ti je vetëm, unë i kam 2-3 këtu. Ai më tha unë kam ardhi përgatitur, dhe në këtë moment kanë dalë nga ferrat, nga ata lulishtet aty që ishin, mbi 10-15 veta. Ju po thoni që ata ju provokuan, me çfarë ju sulmuan? Aty ka pas nga gjitha mjetet, nga shkop bejsbolli, ka pas edhe doreza boksi, që kanë pas hekuri, dhe kanë qenë të përgatitur për të bërë një lunë të veklani. Ju thoni se qëllimi i tyre për përplasjen ishte marrja e dokumenteve. Arritën ata t'ju merrin gjë? Tani do të filloj se si ndolli, se si vazhdoi situata. Kjo ishte thjesht ishte ai komunikimi që bëm me të, dhe pastaj ai më tha që guxon dhe unë të zhdukej nga këtu. Dhe unë kisha disa njerëz, kisha edhe nipin tim, kisha edhe disa njerëz me vete që kishin ardhur për të dëgjuar, jo për të më shoqëruar, sepse nuk më ka shkuar mendja kur se mund të dali një person dhe të godesin pa shpinë, ku ai më ka dëmtuar edhe makinën, se që ja u kam çuar edhe në video, edhe në foto, ku dhe tentuan njerëzit e tij ishin përgatitur që të më merrnin dokumentacionin që unë kam paraqitur aty. Më kanë tërhequr zvarr me dokumentin dhe unë nuk e kam lëshuar atë për asnjë moment, dhe në një farë momenti pas disa fugonave atje mas tek klani, atje ata janë ndërzuar dhe kanë ikë, për arsye sepse më ndihmuan pra ata bashkëtarët që ishin me mua. Pati të lënduar nga ana juaj? Po, kemi qenë të lënduar, kemi pas 2 të lënduar, kanë qenë të shoqëruar në urgjencën e spitalit QSU, edhe kanë qenë edhe 3 të spitalit ushtarak, ku kanë marrë edhe mjekimin e nevojshëm dhe kanë bërë skanerin se atë procedurat si janë për mjekësinë. Ku rezultoi edhe kishte thyrje njëri nga këta personat, kishte edhe thyrje kockore në pjesën e hundës, pasi e kishin goditur me mjetet forta siç janë doreza hekuri. Po dëm me materiale patët, u drejtuat te organet kompetente? Unë kam dëm me materiale për arsye sepse xhamin e makinës parë, ata me shkop bejsbolli, sepse përdoren gjithmonë atë. Thyen edhe xhamin e makinës përparme, janë gjurmat e gishtit makinës, unë nuk e kam larg fare makinën dhe s'do ta laj, dhe policia e din sepse ka bërë edhe fotot vetë policia, pasi unë isha vetë direkt dhe kam bërë denuncimin menjëhershëm në rajonin numër 4 të policisë Tiranës. A ndiheni ju të kërcënuar për momentin? Si do të veproni? Unë jam ndjer i kërcënuar që kur kam hyrë këtij problemi për të zgjidhur problemin e pronave të trashëgimtarëve të mi. Por nuk më intereson as edhe një mënyrë friga. Nuk ekziston friga tek unë. Tek unë ekziston vetëm ajo që ç'është e imja do të jetë e imja dhe nuk e gëzon kush. Aktualisht çfarë po ndodh në Riol? Unë aktualisht nuk jam atje, sepse jam në një
lindje, pasi kam një lindje të një nipi, që unë sot jam bërë gjysh për herë parë, kështu që nuk kam shku atje, kështu që nesër prapa atje do jem. Pala tjetër pretendon se ju që keni rrahur barbarisht djalin e pronarit të tokës. Si qëndroni vërteta? E vërteta është ajo që them unë, sepse janë pamjet filmike aty, dhe nuk është nevoja, është një vend që është i rrethum me kamera dhe tjeta e punë, se cili ishte ai që më ndaloi mua në rrugë dhe në goditi me sop. Aja është kamera aty, nuk ka nevojë, unë si të them, unë e vërteta është se tregon kamera. Pronari i tokës Fatmir Shpellxaj ka denoncuar publikisht aktin. Si ka qenë reagimi juaj? Sa për djeni ti them ati Fatmir Shpellxaj të ketë turp ai që nxjerr dhe bjen njerëz të cilët janë të firmës Berçani që të bëjnë një veprim të tillë. Kjo është diçka që ai do të përgjigjet para ligjit dhe para shtetit shqiptar për këtë që thotë. Për arsye sepse në momentin që ne jemi larguar nga aty, kemi shkuar direkt në rajonin policisë dhe kemi bërë denuncimin për kac. Është e qartë dhe e pastër. Unë kam fotot edhe të makinës se si e kanë bërë makinën ata me shkop bejsbolli. Gjithashtu kemi edhe persona të cilët janë të lënduar dhe policia ka marrë deklaratat e tyre në praninë e mjekut. Siç thashë më përpara, aty është një kamer e cila, jo një kamer, po mund të jenë shumë kamera që vërteton faktin dhe të vërtetën. Sepse ne ishim paret ata që dolën për jashta, ishim të paret ne që dolën për jashta dhe Fatmiri ishte brenda. S'pjesun mumë ne Fatmirin, Fatmiri ishte brenda, ne nuk i njoftëm këta personë. Fatmiri e di shumë mirë se janë kamerat, ai nuk ka lëvizur nga vendi. Ai ka qenë brenda. Unë kam dalë pari për jashta dhe mu kanë prit ata. Si ka mundësi që unë t'jem qeta, kur ata ishin brenda, Fatmiri ishte brenda. Unë këta personat nuk i kam njoft, dhe as djalin e Fatmirës e kam njoft, kur as se kam pakur. Si ka mundësi që unë t'jem qetë ndaj atij që nuk e njoft? Po ju vetë keni patur dëmtime përveç personave të tjerë që kanë qenë të përfshirë? Jo, unë kam pasur tentativë që ata donin që dokumentacionin tim që unë paraqita në emisionin Opinion, donin që të ma merren me çdo kusht. Dhe 2 persona më kanë tërhekur zvarr, jo duke më goditur, por më zvarr me dokumenta, por nuk e kam shu për asnjë moment duke vërditur, duke thirrë disa fshatarë që kanë qenë me mua, 3-4 fshatarë, dhe ata kanë ardhur dhe më kanë shpëtuar dhe unë kam ikur sa më shpejt dhe kam shpëtuar dokumentacionin. A keni një thirrje për ndërkombëtarët, për ambasadat? Patjetër që kam thirrje, unë kam bërë thirrje gjithmonë dhe bëj përsëri. Ne duam vetëm drejtësi. Vetëm drejtësi, dhe drejtësia e zgjidh çdo lloj problemi që kemi midis dy palëve. Drejtësia kryesore tek ne është vërtetimi i fakteve që ne pretendojmë dhe prova që ne paraqesim pranë çdo institucioni shtetëror. Zoti Brek, shumë faleminderit për intervistën tuaj. Faleminderit edhe juve, faleminderit.